Thonë që dita e diel është dita e pazarit, apo jo? Ne shkuam këtë të diel në supermarket për të marrë disa ushqime që na mungonin dhe po ju marr me vete. Fillimisht na duhen 2 karroca sepse ndryshe plas lufta kush do ta tërheqi pari. I keni dhe ju këto probleme kur shkoni në supermarket? Fillimisht morëm disa tërshërë që na duhej për në mëngjes dhe më pas po shikonim tek djatrat për të zgjedhur djatrat që ne marrim zakonisht. Në sektorin e frutave të thata nuk është si kemi shumë mirë punët, por gjithsesi diçka morëm. Ja dhe përsëri djath. Tu po shikoja për disa fruta deti dhe mora disa karkaleca. Dhe për kafen pa tjetër, sepse pa kafe nuk ekzistojmë dot, dhe tani shkuam në sektorin e preferuar të ëmbëlsirave. Këto çokollatat këtu po ma bënin me sy, kështu që zgjodha disa. Dhe për të justifikuar veten, shkova edhe tek fruta perimet. Kjo ishte edhe pazari jon për sot. Tani kthehemi për në shtëpi, ishte bërë gati natë, koha është gati për shi. Kështu që mua tani më duhet që të sistemoj ushqimet që morëm në supermarket. Këtu jam duke i nxjerrë të gjitha dal nga dal dhe unë ju falenderoj që më ndoqët dhe shihemi në vlogjet e radhës.